Faleminderimi i takon Allahut, Zotit të gjithësisë, i cili na ka udhëzuar në rrugën e vërtetë dhe na ka dhuruar kohën si mundësi për të fituar kënaqësinë e Tij. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dërguarin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregoi rrugën e shpëtimit dhe na mësoi se çdo vepër e mirë ka vlerë të madhe tek Allahu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatit dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në Kuranin famëlart, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Në përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të qëndrueshëm në durim. Kjo sure është një përmbledhje e qartë dhe e shpejtë për vlerën e kuptimit të kohës, duke na paralajmëruar se e gjithë njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë, që bëjnë veprime të mira, që tregojnë të vërtetën dhe që janë të durueshëm. Ky mesazh është shumë i rëndësishëm për të kuptuar se çdo moment i jetës tonë duhet të shfrytëzohet për qëllime të mira dhe për të përmbushur kërkesat e Allahut. Në lidhje me këtë, 1 minutë mund të jetë e mjaftueshme për të pasur ndikim të madh në jetën tonë. Çdo veprim të mirë që bëjmë, qoftë një fjalë e bukur, një lutje, një dhikër, një këshill ndaj dikujt apo ndihma ndaj dikujt, ka një vlerë të madhe dhe mund të bëhet shkak për të na afruar me Allahun dhe për të na shpëtuar nga humbja. Siç thot edhe surja El Asr, vetëm ata që punojnë sipas besimit duke bërë vepra të mira janë të shpëtuar. Kështu, duke përdorur çdo minutë për të bërë vepra të mira, mund të jemi ne nga ata të cilët shpëtojnë dhe do të jemi të bekuar me ndihmën dhe mëshirën e Allahut. Andaj unë do mundohem të shqelloj vlerën e 1 minute në jetën tonë, nga se shpesh herë e konsiderojmë 1 minutë si diçka të papërfillshme, si një moment kalimtar dhe pa ndonjë ndikim të madh në jetën tonë. Megjithatë, a kemi menduar ndonjëherë se 1 minutë mund të jetë e mjaftueshme për të ndryshuar fatin tonë? 1 minutë mund të na sjellë më pranë Allahut, mund të na jap mundësinë për të fituar shpërblime të mëdha, për të na afruar me Allahun dhe për të bërë një hap më afër xhenetit. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Esta'idhu billah, والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, do t'i fusim në xhenete, në për të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Ky ajet na kujton se besimi dhe veprat e mira janë çelësi i xhenetit. E veprat e mira nuk duhet të jenë gjithmonë të mëdha e të dukshme, nga se edhe 1 minutë e përdorur për hir të Allahut mund të ketë një ndikim të përjetshëm. Atëherë kur ne vetëdijsohemi për kohën që jemi duke e humbur, lind pikërisht edhe pyetja se çfarë mund të bëjmë për 1 minutë. Për 1 minutë mund të themi një fjalë të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fjala e mirë është sadaka, pra një fjalë inkurajuese, një këshill e sinqertë, një përshëndetje me buzëqeshje, nga se profeti alayhi salam ai u thoshte shokëve të tij: buzëqeshja në fytyrën e vëllait tënd është sadaka për ty. Këto mund të ndikojnë pozitivisht tek dikush dhe të na sjellë neve shpërblim nga Allahu. Mund të përmendim Allahun. Përmendja e Allahut është një nga gjërat më të lehta, mirë po me shpërblim shumë të madh.
Në 1 minutë mund të bëjmë edhe dhikr e të themi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Në një hadith transmetohet nga Ebu Hurejra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 2 fjalë janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore dhe për të dashura për të gjithëmëshirshmin. E ato ishin Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. I lartësuar është Allahu i madhëruar, i lartësuar është Allahu dhe atij i takon lavdërimi. Po ashtu vlen të ceket edhe një dhikër tjetër i rëndësishëm, që është fjala La ilahe illallah. Profeti alayhi salam ka thënë: fjala më e mirë që kam thënë unë dhe profetët tjerë para meje është La ilahe illallah. Edhe në një hadith tjetër thuhet se kush thot fjalën La ilahe illallah do të hyjë në xhennet. Gjithashtu edhe dhikri Estagfirullah ka një peshë të madhe. Profeti alayhi salam ka thënë: kush bën istikfar pa ndërprer, Allahu do t'ja menjanoj çdo breng, do t'i jap rrugdalje nga çdo situatë dhe zgjidhje për çdo sprov. Në një transmetim tjetër thuhet se furnizohet me mirësi pafund. Dhe në një rast të caktuar, dikush ka shkuar tek Hasan el Basriu dhe i ka treguar se dëshiron të bëhej me fëmijë, e ai i është përgjigjur: bëj istikfar. Dikush tjetër dëshiron që të jetë tregtia, e përgjigjja është e njëjtë: të bëj istikfar, pasi që me anë të fjalës Estagfirullah ne e vërtetojmë adhurimin ton ndaj Allahut, sunduesit dhe falësit të madh. Të lexojmë një ajet të Kuranit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut, do të ketë një shpërblim, e çdo shpërblim shumëzohet me 10. 1 minutë lexim i Kuranit mund të jetë një investim i përjetshëm. Të bëjmë një veprim të vogël pa mirësie, të ndihmojmë dikë me një këshill, të hapim rrugën për dikë, të largojmë një pengesë nga rruga, sepse të gjitha këto janë veprime që Allahu i pëlqen. Duaja e besimtarit për vëllain e tij është gjithmonë e pranuar. Nga se kur njeriu lutet për vëllain e tij besimtar që nuk është i pranishëm, një melajke thot: Amin. Njëjtë edhe ty ashtu. Por 1 minutë mund të na shërbej edhe të kërkojmë diçka nga Allahu, qoftë për vete apo për dikë tjetër. Vallë, sa gjëra deri tani kemi kërkuar Allahut, dhe asnjëherë duaja nuk na është refuzuar. Madje kemi marrë më mirë dhe më shumë nga ajo çfarë kemi kërkuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: Allahu është i turpshëm dhe bujar. Ai turpërohet të mos i përgjigjet robit të tij kur ai e lut me duar të ngritura. Këtu vlen të ceket një ngjarje që ka ndodhur në kohën e Musait alayhi salam, nga se ka qenë një njeri i cili adhuronte një idhull, e sa herë shkonte për të adhuruar thoshte: O Sanem, më dhuro risk, o Sanem, më fal mua, o Sanem, më shëro prej sëmundjeve, derisa një ditë gjuha e tij gaboi. Dhe në vend që të thoshte O Sanem, thiri O Samed, që është një prej emrave të bukur të Allahut, e do të thotë strehimtari. Pikërisht në atë moment, Allahu xhaleshanuhu ju përgjigj duke i thënë: Ja ku jam, o robi im. Dhe Musai alayhis salam i tha: O Allah, a i përgjigjesh një robi përderisa ai adhuronte idhuj? Dhe atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i tha: O Musa, a ka Samet strehimtar tjetër përpos meje? Kjo ngjarje na tregon se edhe 1 minutë e thjesht mund të jetë e mjaftueshme dhe e fuqishme për të na afruar me Allahun, edhe nëse veprimi është i rastësishëm apo nëse bëhet pa vetëdije. Edhe dietarët e mëdhenj të Islamit, si Imam Shafi dhe Imam El Ghazali, kanë theksuar rëndësinë e shfrytëzimit të kohës për vepra të mira. Imam Shafi ka thënë: koha është si shpata, nëse nuk e përdor mirë, ajo do të pres ty. Kurse Imam Ghazaliu ka thënë: çdo moment që kalon pa shfrytëzuar për të përmendur Allahun është një humbje e plot. Nëpërmjet kësaj ligjërate, shpresoj të fillojmë dhe të jemi më të kujdesshëm për shfrytëzimin e kohës, të mos e nënvlerësojmë 1 minutë, të mos e humbim këtë dhuratë të çmuar në gjëra të kota, sepse 1 minutë mund të jetë e mjaftueshme
për të hyrë në mëshirën e Allahut, për të bërë një hap më afër xhenetit, ta mbushim me vepra të mira që na sjellin dobi në këtë jetë dhe në ahiret. Nga se nuk ka orë prej orëve të dynjas, vetë se do t'i paraqitet robit në ditën e gjykimit, orë për orë dhe ditë për ditë, dhe nuk do të kaloj ora në të cilën nuk është përmendur Allahu, vetëm se do të copotohet shpirti për humbjen e saj. Por si do t'jetë vallë për atë të cilin i kanë kaluar orë të tëra, ditë të tëra dhe net të tëra pa e përmendur Allahun e madhëruar. Lusim Allahun e madhëruar të na bëj prej atyre që i shfrytëzojnë kohën duke nxituar drejt veprave të mira për të fituar kënaqësinë e tij. Na fal për kohën që e kemi humbur, na mundëso që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, që të afrohemi sa më afër mëshirës tënd, rahmetit tënd, e nëpërmjet rahmetit tënd të hyjmë në xhennet. Amin.